Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot, si zavënësim për hoxhën Muharemin në xhamin e Isabeut, fola për tefsirin e surës Al-Takathur. Edhe mas e përfundova dersin, një djalë, nali dhoxha, subhanallah, tha, para 3 ditëve tha e kom mësu, tha përmend surën Takathur. Edhe ku martu me fola akshamin se kom di që ka dersi. E ku qëllej tamam sot, tha me u bo tefsiri i kësaj sure. Thash edhe une, se kisha njetë sot me majt tefsiri i kësaj sure. E bona njetë me bo tefsiri në surë Zelzele. Thash mirë po pas e gjëj imami këtë sure në namaz, thash hajde dhe ndroj dhe foli për këtë sure. Thash subhanallah, s'ka rasi as një sent. Allahu atë gjema që ka mësu para 2-3 ditëve surën e Takathur, e ka sjellë me fola akshamin xhamin e Isabeut. Xhamia e Isabeut mungoni imami që bën tefsir sure tjera. Une e bona njetë me bot tefsir surën Zelzele, e ndrova mendjen edhe kalova në surën e Takathur, që me qenë një ndihmes për këtë vllaun që ka mësu këtë sure përmendsh, që ai me kuptu edhe domethënien edhe sharimin e kësaj sure. Subhanallah, çfarë rasti e bukur, e këndshme dhe e mirë. Ajo që du me thonë vllaznim, soni përmendsh surët e Kuranit, lexoni përkthimin e tyre, lexoni komentet e këtyre sureve, meditoni rreth ajeteve dhe kënaquni duke i lexu dhe duke i praktiku kuptimet e këtyre sureve inshallah taala. Allah ju shpërblet. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.